Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Ja sa orë duhet të flenë gjumët të moshuarit për të jetuar sa më gjatë. Sipas një studimi, të cilët përfshihen 100 të moshuar, u vure se personat që flinin 8 orë gjumë kishin funksione më të mira të trurit, kishin një ndikim në aftësinë njohëse të ata që bënin më pak se 5 orë gjumë, por sigurisht ndikonte edhe në faktorë të tjerë si gjinia, mosha, patologjia Alzheimerit, citon CNN. Të rriturit duhet të flenë të paktën 7 orë gjumë çdo mbrëmje, ndërsa fëmijët e moshave shkollore duhet të flenë nga 9 deri në 12 orë dhe adoleshentët 9 deri në 10 orë, sipas qendrave amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve. Të rriturit shpesh përpiqen të flenë 7 orë të plota. Për të bësh një gjumë të mirë dhe rigjenerues do të thotë të flesh më shumë se disa orë. Cilësia e gjumit gjithashtu është e rëndësishme për aktivitetet tuaja. Nëse zgjoheni shpesh për shkak të zhurmave, kjo ndërpret ciklin tuaj të gjumit dhe privon trupin tuaj nga gjumi që nevojitet. Pika e ëmbël e gjumit mund të ndodhë kur ju mund të plotësoni të 4 fazat e gjumit në çdo natë. Meqense secila fazë është afërsisht 90 minuta, shumica e njerëzve kanë nevojë për 7 deri në 8 orë gjumë çdo mbrëmje, citojnë ekspertët. Në fazën 1 dhe 2, trupi fillon të zvogëlojë ritmin e tij. Rrahjet e zemrës dhe frymëmarrja ngadalësohet dhe temperatura e trupit ulet. Kjo ju përgatit për fazën tjetër, një gjumë të thellë me valë të ngadalta të njohura gjithashtu si gjumi delta. Kjo është periudha kur trupi qetësohet nga aktivitetet e ditës. Gjumi i lëvizjes së shpejtë të syve, i quajtur REM, ndodh më pas. Kjo është fazë në të cilën ne ndërrojmë dhe informacionit dhe përvojat konsolidohen dhe ruhen tek kujtesa. Studimet kanë treguar se mungesa e gjumit në fazën REM mund të çojë dukshëm në humbjen e kujtesës suaj, gjithashtu edhe në rezultate të dobta të njohjes, si dhe sëmundje të zemrës dhe probleme kronike deri në humbjen e jetës në moshë të ershme. Prandaj mungesa kronike e gjumit ndikon në aftësinë tonë për të mësuar gjëra të reja, për të qenë krijues, për të zgjidhur probleme dhe për të marrë vendimet. Fatkeqësisht, ndërsa njerëzit plaken, ata fillojnë të kenë probleme me gjumin, gjë që mund të ndikojë në mënyrë dramatike në funksionet e trurit. Një studim i shtatorit të vitit 2021, i botuar në revistën JAMA Neurologji, zbuloi se të moshuarit që flenë më pak se 6 orë në natë kishin më shumë beta-amiloide në tru se ata që flenin 7 deri në 8 orë. Beta-amiloidi është një shenjë dalluese e sëmundjeve të Alzheimerit. Por si të përmirësoni cilësinë tuaj të gjumit? Duhet të flini dhe të zgjoheni në të njëjtat orare, përfshirë edhe fundjavën, sipas ekspertëve. Bëni aktivitete përpara gjumit si yoga, një dush i ngrohtë, lexoni një libër dhe këto të gjitha mënyra ndihmojnë në trupin tuaj të relaksojnë gjumin. Shmangni ushqimet yndyrore dhe pikante para gjumit, sigurisht edhe alkoolin, dhe shtoni produkte sa më natyrale, të cilat sipas ekspertëve cilësohen si një nga ushqimet më të mira për të sjellë cilësinë tuaj të gjumit. Gjatë gjithë ditës harxhoni shumë energji, kështu që ju duhet një gjumë i mirë, por shpesh herë keni të vështirë të flini. Në rastin e të rriturve rekomandohet që të flenë 7 deri në 9 orë gjumë pa ndërprerje, në mënyrë që trupi dhe mendja të shërohen. Sidoqoftë, nëse keni probleme të bini në gjumë, duhet të dini që për fat të mirë ekzistojnë produkte natyrale që përshpejtojnë gjithashtu cilësinë tuaj të gjumit. Sipas ekspertëve, do të rendisim disa nga produktet më të mira natyrale, të cilat duhet t'i konsumoni dhe ju ofrojnë një cilësi më të mirë të gjumit. Qumshti i ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban triptofani, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë që na jep ndjenjën e lumturisë dhe mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore, pasi mund të nxjisë gjumin dhe ata që vuajnë nga sëmundjet kronike. Çaji i mentes. Çaji i mentes lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tyre antiinflamatore. Mentet gjithashtu zvogëlojnë intensitetin e tyre duke lejuar trupit të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose një prezantim të rëndësishëm, ky çaj është një mundësi e shkëlqyer për të marrë parasysh në dietën tuaj.
Lëngu i vishnjave. Lëngu i qershisë si qumshti përmban triptofan, prandaj mund të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar cilësinë e gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumsinë dhe është provuar të jetë një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë, duke siguruar më shumë orë gjumi gjatë natës. Sigurisht, ekspertët e rendisin lëngun e qershive dhe atë të vishnjave si një nga zgjidhjet më të mira, të cilat vazhdimisht duhet i keni pjesë të recetave tuaja, duke ditur kështu edhe rëndësinë ushqyese që ato kanë për gjumin. Qumshti i arrës së kokosit. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez, kalium, dy minerale që janë të aftë të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë një gjumë më të mirë. Përveç kësaj, ai zvogëlon presionin e gjakut dhe entjen në veshka. Falsasive të mëdha të elektroliteve natyrore ndihmon trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet. Bananet. Bananet gjithashtu përmbajnë triptofan, përveç dy mineraleve kryesore në relaksimin e muskujve, kalium dhe magnez. Fruti ka një efekt qetësues që funksionon në mënyrë integrale dhe zvogëlon stresin fizik. Gjithashtu, sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve mbush stomakun dhe çon në një ndjenjë të ngopjes, gjë që rrit dëshirën për të fjetur. Çaji i jeshil. I pasur me antioksidant, çaji i jeshil është një mundësi shumë e mirë. Sidoqoftë kur bëhet fjala për gjumin, ai me dekafeinë është alternativa më e mirë. Ky çaj ju relakson dhe largon stresin duke ju ndihmuar të flini shumë më qetë gjatë natës. Qumshti i bajameve. Bajamet kanë në gjithçka që trupit i duhet për të marrë një gjumë të thellë. I pasur me magnez, qumshti i bajames ka prova të jetë efektiv kur bëhet fjala për nxitjen e gjumit. Si qumshti i lopës, edhe qumshti i bajameve gjithashtu mund të rregullojë oraret tuaja të gjumit dhe për këtë arsye shumë njerëz që vuajnë nga pagjumësia kronike priren të marrin shtesa të melatoninës për të fjetur si duhet. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit ka efekte zbutëse për trupin. Zakonisht rekomandohet edhe për dhimbjet e stomakut, pasi mund të ndihmojë me tretjen, me lehtësimin e tensionit të brendshëm, sidoqoftë. Kamomili ka provuar të jetë shumë efektiv në zvogëlimin e simptomave të stresit, siç janë për shembull pagjumësia dhe ankthi, të cilët krijojnë shqetësime nga më të ndryshmet edhe për gjumin tuaj cilësor. Bajamet. Këto fruta janë të shkëlqyera dhe të pasura me magnez, i cili luan një rol kyç në relaksimin e muskujve dhe rregullimin e gjumit. Ngrënia e disa bajameve në ditë mund të ndihmojë në promovimin e një gjumi më të mirë dhe më të qetë gjatë natës. Çaji i kamomilit. Njohur për vetitë e tij qetësuese, çaji i kamomilit mund të reduktojë ankthin dhe të nxjisë gjithashtu relaksimin. Ai përmban veti antioksiduese që kanë efekte qetësuese në tru dhe ju ndihmojnë të bëni një gjumë më të lehtë. Kivi është i pasur me antioksidant dhe serotonin, të cilët përmirësojnë cilësinë e gjumit. Jo vetëm kaq, kivi është shumë i mirë për njerëzit që vuajnë nga kapslloku, presioni i lartë i gjakut dhe astma. Në dietën tuaj duhet të shtoni dhe arrat. Në listën e dietologëve janë edhe arrat. Ato janë të pasur me melatonin që ndikojnë drejt për së drejti në ciklet e gjumit. Ngrënia e një grushti me arra para gjumit mund të mbështesë ritmet tuaja normale të gjumit në trupin tuaj. Bananet. Bananet janë të pasur me kalium dhe magnez, të cilët relaksojnë muskuj dhe nervat. Ato përmbajnë gjithashtu triptofan, i cili mund të ndihmojë në rregullimin e serotoninës dhe melatoninës, duke nxitur një gjumë të thellë dhe gjithashtu më energjik. Qershit. Konsumi i lëngut të qershive ose disa kokra qershi çdo ditë sigurisht do t'ju ndihmojë në këtë aspekt. Qershit janë një nga burimet më të mira të melatoninës që ofron natyra. Melatonina njihet edhe si hormoni i gjumit. Ato lindin nga shndrimi i serotoninës. Melatonina zakonisht çlirohet në mbrëmje dhe ju bën të ndjeni të lodhur dhe gati për gjumë. Kështu që ju mund të flini më mirë pa marrë ndonjë ilaç ose tablet tjetër artificial. Këto e tregojnë edhe studimet që cilësuan qershin dhe lëngun e tyre si një zgjidhje mjaft e mirë kundër problemeve të pagjumësisë. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe për efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.